këtë rast, institucionet përmes organismave të tyre bashkëpunëes, ata mundësojnë që të bëhet pranimi në dokumenta origjinal në gjuhën që individi e përcjell, për shembull në rastin konkret mund të kemi dokumentat në shqip, pa që nevoja që këto dokumenta të përkthehen, të notarizohen apo të legalizohen. Të gjitha këto kostot marrëveshja e ka eliminuar. Sepse INPS në këtë rast, kur merr kërkesën e qytetarit shqiptar që kërkon të aplikojë për një pension në Shqipëri, ai i merr të gjitha qoftë kërkesën, qoftë dokumentat në gjuhën shqipe, dhe këto dokumenta i përcjell po INPS pranë Institutit Sigurime Shoqërore. Kjo është edhe një hallk tjetër që është hequr nga për qytetarët, pasi procesi e transferimit të kërkesës nga një institucion në tjetrin bëhet nëpërmjet institucioneve. Dhe në këtë rast qytetari shqiptar është ndihmuar, ose qoftë edhe qytetari italian, në mënyrë të dufisht. Është ndihmuar sepse ai atje janë ulur kostot administrative për të realizuar procesin e dorëzimit të dokumentave nga një gjuhë në një gjuhën tjetër, pra nga shqip duheshin përkthyer në italisht, notarizuar, legalizuar, e gjitha është një kosto, dhe njëkohësisht e gjitha është një kohë që i merr qytetarit.